6% e prodhimit brendshëm bruto, ndërsa shpenzimet publike arrin në 886.8 miliardë lekë, duke siguruar financimin e rritjes së pagave, pensioneve dhe investimeve strategjike në infrastrukturë, digitalizim, energji dhe kapital njerëzor. Qeveria planifikon një nivel të qartë investimesh publike, mesatarisht 6.5% të prodhimit brendshëm bruto, në përputhje me strategjinë kombëtare për zhvillimin dhe integrimin e 2021-2030. Po ashtu, buxheti vendor parashikon rritje me 9%, duke forcuar rolin e njësive të vetë qeverisjes vendore dhe zbatimin e reformës administrativo-territoriale. Projekt buxheti 2026 reflekton një orientim të qartë drejt zhvillimit të qëndrueshëm, konsolidimit fiskal dhe integrimit evropian, duke garantuar një ekonomi konkurruese dhe shërbime publike më cilësore për qytetarët. Gjithashtu mendoj që ata që kanë konflikt interesi me rrugët, mirë është mos flasin këtë komision. Ti duhet flasësh në komision tjetër. Në kuadër të zbatimit projekt buxhetit 2026 dhe programimit afatmesit 2026-2028, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka përcaktuar një sër prioritete strategjike që synojnë modernizimin e infrastrukturës kombëtare, rritjen e eficiencës energjetike dhe përmirësimin e cilësisë shërbimeve publike. Prioritetet kryesore përfshin 3 shtylla, të cilat janë zgjerimi dhe riabilitimi i rrjetit transportit kombëtar, si dhe kalimi në sistemin e praktikave të mirëmbajtjes me performancë. Përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe kanalizimeve përmes investimeve publike dhe forcimit të qeverisjes së ndërmarrjeve të drejtësisë kanalizimeve. Nxitjen e eficiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të rinevueshme për të reduktuar varësinë nga energjia tradicionale. Në kuadër të programeve kryesore, mije synon rezultate të matshme dhe të prekshme në çdo sektor. Sa i përket transportit rrugor, planifikohet mirëmbajtja e mbi 3500 kilometrave rrugë dhe ndërtimi ose riabilitimi i 845 kilometrave, si dhe zbatimi projekteve koncesionare strategjike. Sa i përket sektorit në ujë dhe kanalizime, objektivet përfshin reduktimin e humbjeve të ujit në 50%, rritjen e furnizimit nga 21 dhe 23 orë në ditë dhe zgjerimin e mbulimit në 97 në zonat urbane dhe 75% në zonat rurale deri në vitin 2028. Sa i përket sektorit në komunikacion dhe teknologji, synohet zhvillimi i rrjetit gigabit dhe implementimi i 5G toolbox me rritje të penetrimit broadband fix në 50% të popullsisë dhe 9% të familjeve deri në 2028. Sa i përket transportit detar, parashikohet rritja e volumit përpunimit madhor tregtar, rritja e numrit pasagjerëve, si dhe të vijojë financimi i projektit Porti i Ri Tregtar i integruar i Durrësit në Porto Romano faza e parë. Sa i përket transportit e kurridor, parashikohet riabilitimi i linjës së kurridore Durrës terminali i pasagjerëve Tiranë dhe ndërtimi i linjës së kurridore Tiranë-Nyas, riabilitimi i linjës e kurridore Vorë-Han-Jotit, rinovimi i linjës e kurridore Durrës-Rogozhin dhe rritja e volumit transportit madh import-eksport kundër volumit realizuar në 2014 në 45% në vitin 2028. Buxheti 2026 përfaqëson një instrument kyç për rritjen e konkurshmërisë, zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e mirëqenies publike, duke vendosur bazat për një ekonomi më moderne dhe një infrastrukturë më efikase në shërbim qytetarëve dhe integrimit evropian. Projekt ligji për 2026 përfshin 22 nene që rregullojnë ndarjen e fondeve për pushtetin qendror dhe vendor, fonde speciale, sigurimin shoqërore, shëndetësore dhe kompensimin e ish-pronarëve. Sa i takon efekteve financiare mbi programet buxhetore, krahasuar me buxhetin e 2025, projekt buxheti vitit 2026 përmije rezulton me një shtesë rreth 2.06 miliard lekë ose 2.7% më shumë. Në konkluzion të këtij relacioni, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka planifikuar me profesionalizëm dhe surinë e vitit 2026-2028, duke orientuar politika drejt zhvillimit qëndrueshëm dhe përputhshmërisë me standardet europiane. Programet e saj synojnë rritjen e efikasitetit në menaxhimin e infrastrukturës rrugore, ujësisë, kanalizimit dhe energjisë, me ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e cilësisë së jetës. Investimet e planifikuara pritet të nxisin konkurrueshmërinë ekonomike dhe të mbështesin tranzicionin drejt një ekonomie të gjelbër. Zbatimi i kontratave të mirëmbajtjes me bazën performancën dhe standardizimi i qeverisjes së ndërmarrjeve publike tregon një qasje moderne dhe transparente. Gjithashtu investimet strategjike në porte dhe transporte kurridor të gërshëtuara do pozicionojë Shqipërinë shumë shpejt në pozicion mjaft avantazhuar në rajon.
Masat për eficiencën e energjisë do të kontribuojnë në reduktimin e konsumit dhe përmbushjen e objektiveve të BE për energjinë e pastër. Në tërësi, planifikimi buxhetor i mije përbën një hap të rëndësishëm drejt integrimit evropian dhe forcimit të kapaciteteve institucionale të vendit. Ky vizion strategjik reflekton një qasje të përgjegjshme dhe afazgjat për zhvillimin kombëtar. Faleminderit. Faleminderit zoti Klosi, do ta marrim fjalën për pyetje. Ju lutem përqendroni tek pyetjet që lidhen me buxhetin, ndryshe do ta ndërpres fjalën dhe do të jetë një nga mazhoranca dhe një nga opozita në lidhje me pyetjet për buxhetin e nderuar. Po do pyesim ne për buxhetin, për gjitha do pyesim. Tani un kisha një herë për procedurën. Pse s'ta kam dhënë fjalën akoma? Kur do japësh? Po kur të mbyllësh mikrofonin, ti mbyllë mikrofonin. Ja pra po pres. Zoti Himçi, keni diçka për të thënë? Atëherë zoti Himçi kaloni fjalën. Atëherë, zonja kryetare. E para, kërkesën duhet ta bëni ju, jo ne, që ministra duhet vi këtu. Dhe ju e dini më mirë se sa unë, dhe shumë kolegë tuaj tu, e din më mirë se sa unë, që ministra e ka detyrim. Këtë rregullore e keni shkruar ju, nuk e kemi shkruar ne. Dhe këtu në asnjë pikë nuk thuhet që nuk mund vi ministra se do sjelli dikë tjetër apo diçka tjetër. Jo, ministra vjen për buxhetin, se i kërkon parat, sidomos kjo ministre që ka buxhetin më të madh, pra pjesën më të madhe të atij super buxhetit që thoni që jeni krenar ju, e ka ministra. Dhe unë dua ta di pse s'është ministra. Pyetja e parë. Dhe kur e bën pyetjen, zonja zëvendës ministre tha nuk e di. Tani kur këta nuk din ku kanë ministrin, le më të dinë një gjë tjetër për pyetjet tona që kanë. Ministri s'kan faj këta që se din. Sa atë me rrezik shumë shpejt nuk do ta di as kapi se ku do jetë ajo. Se po i bën dokumentat gati. Po lëviz ajo. Ndërkohë lekët hajde t'ja japim, themi, për çfarë t'ja japim? Që ai që ka zëvendësu Berberin, që kanë plan të vjedhë më shumë se Berberi dhe Belinda, të vazhdojnë punën me lekët e shqiptarëve. Për çfarë t'ja japim ne buxhet? Këto janë pamjet ekskluzive të siguruara nga shteti, që tregojnë dinamikën e atentatit mafios në një nga zonat më të sigurta të vendit, vetëm pak metra larg aeroportit ndërkombëtar në Terezë. Do sheja këtyre është bërë ajo. Për çfarë t'ja japim e këtyre? Më fal se u drejtohemi, ju s'keni as lidhje, as ju s'dini ku. Ngjarja ka ndodhur në më pak se në 1 minutë. Por duhet vi ajo. Në një zonë të populluar ku ndodhen 10 kamera sigurie. Sepse kemi lubin në drejtim paditur. E dyta, ne kemi kërkuar edhe në parlament, ju me shumë drejt thatë, që opozita ka mundësit e veta, dhe ne i kemi ezauruar të gjitha, e kemi kërkuar këtë zonjë që të vi në parlament për interpelancë, dhe zonja nuk vjen në parlament dhe unë nxjerr ju, dhe unë ju bëj thirrje, mos bëni gabimet që kanë bërë kolegët tuaj, që dilin në mbrojtje të Hajdutët, kështu dilin në mbrojtje për Sajmir Tahirin, për Ilir Beqan, për Erion Veliajn, dhe ja ku i ke sot. Po pse s'vjen ajo të mbrohet vetë këtu? Po i thot ju shkoni ju mbroni mua se unë do iki të shijoj pak parat që ju kam vjedh. Dvi vet ajo të mbrohet. Çfarë detyre keni ju ndaj asaj të mbrohet ajo? Pse ju i keni vjedh 50 milionë euro te tuneli Llogaras? I ka vjedh ajo? I nderuar, ke pyetje për buxhetin? Po kam. Ku do shkoj ky buxhet? Do shkoj te xhepi Lubis, i Berberit, i Ramos, i shokut Ramos, ku do shkoj buxheti? Prit pas se s'ka marrë pyetje. Jo, ose do bëni pyetje siç janë. Po pyes, ose si bëj pyetjet i diun. Kemi një orë në kushte jo normale të drejtimit të kësaj seance. Ju lutem. Pyetjet, unë po bëj pyetje, dua të di që ministria dhe përfaqësuesi e saj të japin përgjigje. Dua të di. Ju lutem për buxhetin 2026. Keni pyetje? Zonjë, do mlesh të mbaroj. Bëni pyetje për ministrin. Kam pyetje. Për ministrin. Po për ministrin. Për ministrin s'kam pyetje për ty. Për buxhetin 2026. Po më shikon mua. Për ministrin. Po jeni ju më afër qeverisë se çalla ata s'kan lidhje hiç. Jeni të lutur të bëni pyetje. Në rast se nuk jemi në kushtet e normalitetit, do duhet ta tani edhe një herë, jo më mos ndërprisni ju kushtet e normalitetit siç i mos parë. Kemi një orë që dëgjojmë. A mund të ta bëj pyetjen unë? A mund të ta bëj pyetjen unë? Keni pyetje për ministrin? A mund të ta bëj pyetjet unë? Mund t'i bëj pyetjet? A mund t'i bëj pyetjet? Keni një orë, unë kam sa mora fjalën. A mund të bëj pyetjet apo jo? Zonj, a mund të bëj pyetjet apo jo? Po pra, po më ndërpret ti, ata s'po më ndërpresin, po më dëgjojnë, ti po më ndërpret. Po shumë. Ata janë të interesuar të më dëgjojnë. Ju si jeni, më pengoni. Po. Tani, pyetjet që kam unë janë këto. Buxheti që u po kërkoni,
do shkoj për shqiptarët, për rrugët, do shkoj për energjinë, apo do shkoj për Belindën dhe Ramën. Siç ka ndodhur deri tani, siç ka ndodhur me tunelin e Llogaras. E dyta, si ka pyetja caktori u çash pyetja. E dyta, pyetja e dytë. O zonj, a ka mundësi mos ndërpresin? Pyetja e dytë. Tigri 1 dhe Tigri 2 merr 80.000 euro në ditë qytetarëve shqiptar, popullit më të varfër të Europës. Tigri 1 dhe Tigri 2 nuk ndezin. Për çfarë vazhdon pagesa? Nuk ndez asnjëra as tjetra. I morët në Kabul ku i gjetët ande, 2 rangalle në Bangladesh dhe i sollët tuja morët 80.000 euro në ditë qytetarëve shqiptar. Do ndizën e herë, a ndezin, as ndezin, dhe pse vazhdojmë t'i paguajmë kur s'kemi këtë emergjencë të madhe ne për energjinë. Ju thoni që energji kemi, gjitha i kemi, në rregull i kemi, çdo gjë është në rregull. Atëherë çfarë duhet emergjenca ne me këta të Bangladeshit, atë që do vinin këtu? Dhe pse për t'i blerë këto kushtonte 15 milion euro, ndërkohë që me qera na ka shkuar 60 milion euro. Ju pse zgjodhët qeran dhe jo blerjen? 15 milion euro ishin për t'i blerë ato. Ju i morët me qera dhe i morët shqiptarve 60 milion euro. Pyetja tjetër, pse rruga Qukës Qaf Ploç ka 15 vjet, 18 vjet sa u bë që po ndërtohet? Si ka mundësi që ju e keni marrë këtë rrugë me një buxhet X dhe e keni çuar herë 10? Herë 10 buxhetin e rrugëve. Si e quat rrugën ju nga 5 milion euro në 250 milion euro? Si e bët? Tjetra, rruga Korçersek. E morët rrugën Korçersek, nuk i bët kolaudimin. U prish rruga. Thasë mbajmë përgjësi se s'kemi bërë kolaudimin. Pse nuk e bët kolaudimin të rruga Korçersek? Dhe pse ndryshuat projektin të rruga Korçersek? Ne ju a kemi lënë atë me 12 milion euro totali. Bëhe ajo rrugë. E kishim projektin gati me 6 ura. Ju e morët, hoqët të 6 urat dhe e bët 12 milion euro kilometri. Duke izoluar 8 shatra. Korçersek, pse e bët këtë ju? Cila ishte arsyeja? Tjetër, rruga Thuman Kashar. Ju thoni që kjo po bëhet nga koncesionari. Këto para do t'i paguajmë ne tek ai trau, apo do ne i paguaj Belinda me shok? E me shoqe. Kush do i paguaj? A do i paguni ju nga rruga? Apo do i paguajnë shqiptarët sa dalin atje ti bëjmë? Tjetra, keni marrë nga energjia OSHE-ja sot është një nga pikat më të mbaruara që ka vendi jon. Borxhe s'mblidhni asnjë. Drejtori që keni sot ju, po na krijoka një grup informal, që është ky grup informal që krijoni ju në shtet, që do krijohet dhe bashkë me atë çelën e famshëm që keni pas ju. Po, do ta bëj. Të po pyesum. Jo, unë do e pyes. Unë vetëm pyetje po bëj. Më lër mua të bëj pyetje. Si po them unë? Nuk thash si do e bëni kështu, unë thash si do e bëni ju me këtë grupin informal, më ndërpret kryetaria i kthem kryetares. Më ndërpret kryetaria i referohem kryetares. Unë me ta po flisja. Si do krijohet ky grupi informal që do mbledhi me çelën borxhet që ka lënë çela rrugës? Çela po t'ishte jaftë i bënte ato punë. A kupton, i bënte ai, pse i le këtu? Pse do i le këtu? Çezit shumë mirë që e ngriti. Pse ja keni fal lekët Çezit kur i fituam në gjykat? Sa para ka marrë ky Edi Rama? Dhe tjetra, një pyetje të thjeshtë. Ky tuneli Llogaras, që ka bë 50 milion euro me këtë geostrategjiko korrupsion në politikë. Jo, 150 milion i morët në xhep ju, që i mori në xhep, ai mori, iku dhe del me pushim me Belinda dhe del bukur. Tani, këtë 50 milion që e mori, kjo shpërndahet në administrat apo i merr vetëm kjo? Për shembull, Berberi si taks, sa e ka? Se te telefonata, ai pse? Po zon, po i referohem vetëm fakteve, provave, shifrave, të lutem shumë mos më ndërprit. Po referohem vetëm shifrave konkrete.
Jo zonjë, po i referohem çfarë kam dëgjuar në institucionin që ju respektoni më shumë nga të gjitha. Po, ja kjo është. Institucioni që ju respektoni më shumë nga të gjitha i ka thënë këto. Ju thoni, ne i themi skap, ju i thoni herojnë të fëmijëve tanë. Herojnë të fëmijëve tu i thonë këtë, që në komunikimet ai i thotë që unë marr timen, qartë vetën me raj. Po për buxhetin feta i paratë e buxhetit ndajnë ato zonë, se s'ndajnë paratë e veta, ndajnë buxhetit. Jo, s'jam i qartë fare se s'kam mbaruar unë. Prit mbaroj unë e pastaj. M'let po i pyetje. Po pyetje po bëj zonjë. O zonjë, unë po bëj pyetje ti po ndërpret. Më lejo të mbaroj pyetjet. Më lejo të mbaroj pyetjet. Po të më kishe pam foltore e shifje, po jam i kufizuar për pyetjet. Po them për pyetjet. Po pra, m'let të pyetjet. Unë po bëj pyetje për buxhetin, ju po ndërpreni. Unë sa bëj pyetje për buxhetin, ju ndërpreni. Tani, zonjë, po ju kërkoj edhe një herë. Sipas përgjimeve, komunikimeve, atje ai thotë që kjo është e imja, thotë, pjesa ime. Kjo pjesë vjen nga buxheti apo ndajnë lekët e veta këta? Se 50 milion euro që është e ky buxheti që kërkoni ju. Tani ne pse duhet t'japim dhe ju a mendoni të nderuar përfaqësues të Ministrisë që gjysma janë burg, ju a mendoni që ne duhet t'i japim buxhet juve, duke ditur që ju keni drejtorat në burg, ministren të pandehur, si mund të vim ne tani dhe të na kërkoni t'japim buxhet? Dhe unë i bëj thirrje dhe kolegëve këtu, kam dhe për ju. Ju pse duhet që të bini dakord me këtë çështje dhe jepni këtë buxhet që është, siç thoni ju, më i madhi, më i miri, më i papari, më i jashtëzakonshëm, më kështu më ashtu. Ju pse duhet që të pranoni që gjithë këtë buxhet jashtëzakonshëm dhe kaq të madh, t'ja jepni lubis, që ka treguar që vjet më shumë se çdo kusht tjetër. Patjetër, për hir të vërtetës dhe mos i bim qaf lubis. Lubia nuk del dot nga shtëpia pa marrëdhënie e Rama. 90% të aferës korruptive e ka Edi Rama. Belinda Balluku është vetëm masha që ka përdorur Edi Rama. Praktike komisioni. Edhe një herë, jo shumë etike është. Jo, nuk është fare etike i nderuar. Etike nuk është të shkelës rregullore. Etike nuk është të vjedhësh. Etike nuk është rish me kriminal. Etike nuk është mosrisë të pensione. Etike nuk është mosrisë të rrugave. Nëse do vazhdohet me këtë intonacion, me këtë pamundësi për diskutim, ne të gjithë kemi lexuar materialin dhe llogaras që për cilën këto kërkojnë buxhet mirëmbajtje, keni parë buxhetin ka diçka për të dhënë përgjigje, ju lutem jepni përgjigje për tunelin e llogaras. E kalojmë për votim dhe diskutojmë. Po nuk mund të vjedhim prap. Jo zot Joti, me fyerje dhe me kakofoni nuk mund të vazhdojë të diskutohet. Çfarë kakofoni? Pyetjet i bët, nëse ministria. Jo, si pyetjet, ka kolegë pyetje. Atëherë ju koleg nuk do të lejoni që të dalë jashtë çdo logjike ky komision. Ju që jeni ata përreshtë të këtij komisioni, dhe nëse ty do duket normale, nderuar kolegë, mua kjo më duket fare normale. Dhe në asnjë mënyrë nuk mund të vazhdojmë të flasim për shifrat të buxhetit 2026 në këtë mënyrë. Kështu që dëgjuam parashtrimet, materialin e kemi, ne jemi shumë të gatshëm. Nëse pranon që të marrësh, po jo me fyerje. Atëherë, në rregull. Vetëm duhet të shpreh më shumë Rama. Jepni përgjigje për pyetjet që lidhen buxhetin e vitit 2026. Nderuar kryetare, unë do doja që të edhe pse pyetja në fakt nuk lidhet me buxhetin, sepse nuk është se kemi asnjë parashikim në buxhet për çështjen e prodhimit të energjisë nga sete termike. Unë do doja që me që kemi mundësinë, do doja që të jepja një sqarim për tecet lundruese të Vlorës. Do mundohem që ta përmbledh në dy të dhëna. Tecet kanë filluar prodhimin e energjisë elektrike në gusht të vitit 2024. Kjo është e dhëna parë. E dhëna e dytë, tecet deri më sot kanë prodhuar 90.000 megawatt-orë energji elektrike, e cila jo vetëm ka ndihmuar prodhimin vendas, por ka ndihmuar mbi të gjitha, që të jap një instrument menaxhimi të kaskadës së Drinit, të rezervës hidrike, po dhe një instrument të menaxhimit të sigurisë energjetike. Shumë e rëndësishme sepse
jo vetëm që është bërë prodhim energjie, po duhet theksojmë se ato asete të cilat kanë filluar operimin në gusht të vitit 2024 janë përdorur rregullisht si asete që kanë dhënë shërbime ndihmëse për sistemin. Duhet kemi të gjithë të qartë besoj që asetet gjeneruese në Republikën e Shqipërisë janë të përqendruara në veri të vendit dhe një aset në jug të vendit ka shërbyer për të dhënë shërbime ndihmëse për rrjetin e transmetimit dhe për të bërë balancimin e energjisë. Në gusht të 2024 ka filluar operimi, ka prodhuar 90.000 megawatt orë energji deri më sot dhe ka dhënë shërbime ndihmëse për sistemin. Zoti Klosi, keni pyetje? Për grupin informal duhet marr informacion plotësues, nuk e di çfarë, nuk e kuptova çfarë është. Shumë faleminderit edhe një herë për mundësinë për të përgjigjur ndaj pyetjeve të cilat kanë bëjnë me pyetjen e parë, por këtë të shërbej buxheti është më së i qartë. Ky projekt buxhet në mënyrë shumë të qartë përcakton mbështetjen buxhetore të buxhetit shtetit për 11 programe të Ministrisë Infrastrukturës së Energjisë dhe do donim të cilësonim edhe një herë të nderuar për të kuptuar pra ku do të shkojë pikërisht gjithë parashikimi buxhetor i nderuar zoti Balliu për mbështetje për energjinë, për burimet natyrore, për industrinë, për transportin e korridorit të Republikës së Shqipërisë, për transportin rrugor të tij, për transportin detar, për transportin ajror, për mbështetje për rrjetet e komunikimeve elektronike në Republikën e Shqipërisë, për planifikimin urban, furnizimin me ujë dhe kanalizime dhe planifikim, menaxhim dhe administrim. Pra janë 11 programe buxhetore të cilat sipas temave ju